Në të njëjtën kohë duhet jemi të sinqertë që 2 nga 16 e rajonit ende nuk kanë filluar të miratojnë reformat apo zbatimin. 2 performuesit më të mirë kanë miratuar rreth 50% të reformave të dakordësuara dhe këtu ne shikojmë një lidhje shumë të mirë ndërmjet avancimet në procesin e antarësimit dhe reformave. Ndërsa sa u përket fondeve të disbursuara jemi ende nën 10% të shumës totalja, pra dhe 400 milion euro nga një paket për 6 miliard eurosh që janë lënë më njanë për rajonin, pra ne mund të bëjmë më shumë dhe duhet të bëjmë më shumë të gjithë së bashku. Dhe dëshiroj që ta përdor diskutimin e sotëm për të planifikuar për pjesën e dytë të zbatimit të planit të rritjes. Pra ku mund të bëjmë më shumë? Në ç'fusha mund të mbështesim ne ju më mirë? Komisioni Evropian dëshiron që plani i rritjes të jetë tërësisht i suksesshëm dhe së fundmi unë kam folur shpesh për nevojën për të zgjeruar vetë nocionin e zgjerimit, për të integruar të fqinjët tanë sa më shpejt që të jetë mundur në gjithnjë e më shumë fusha të ndryshme të politikave të BE-s, për shembull vendet tuaja të bëjnë pjesë e tregut tonë të përbashkët, e tregut tonë të energjisë, e zinxhirëve pan-evropian të vlerës. Pra ne duam që Bashkimi Evropian të jetë tashmë që sot një realitet i prekshëm për qytetarët tuaj dhe ju folët pikërisht për këtë gjë, në mënyrë që të sjellë më shumë begati, siguri dhe stabilitet për mbar